Kam ardhur në vendin ku prodhohet qumshti më bëjo që mundi me gjetë në krejt komunën e Obiliqit, apo besoj edhe në këtë rrethin, halo ma gjan. Jam tek njëri prej fermerëve më të suksesshëm të kësaj komune, tek zotëri Fitim Prenko. E zbashku kemi me bisedu edhe me marrë rrëfimin e fitimit se qysh ja ka nis gjithçka e qysh po vazhdon tash. Fitim, faleminderit shumë që na pritet. Mirë se keni ardhur, faleminderit për juve. E di që minutat e fermerit moten me pare që thojmë na, po faleminderit shumë që ndajte kohë për neve, është kënaqësi me bisedu me ty. Gjithashtu për mua. Am tregon pak se me çka merresh? Ne merrem me lëp shumështore, kemi filluar vitin 2020. Kemi mojt bika për troshin në fillim, tani kemi filluar me prodhimin e qumshtit, kemi investuar për 11 lëpve, tash janë 33 krerë lëp, që i kemi rrit, i kemi shtu këtë vetë. Domethënë, kjo për 2020-s merrni veç me lop qumshtore, më herët jeni marrë edhe me bika për troshin, veç me bika. Veç me bika. Domethënë keni kogja më të këtë zanat, po besoj si familje. Po si familje, me thonë që e përdorëm na shprehim për mas luftës, me bujqësinë e kena pas gjithë, po për lop qumshtore domun për 2020-s me prodhim qumshtit jemi. Okej. E di që fillimet janë vështira për krejt. Çish u kon fillimi për ty? Ajo ka me investuar shumë fillim, ose çish jeni shumë me u gjind? I shtirë u kon se u kon gjithçka për zerës. Po. Edhe lep një konë shtrejt, u duke sash so mershe me investu në step rregullisht deri sa u rrit numri, u rrit prodhimi. Edhe mbështetja edhe për kauja e shtetit është na ka ndihmuar pak a shumë. Po shtrejtimet janë shumë mëdha, harxhime ka shumë. Po. Domethënë fitimi nuk është marramend çysh besoj. Nuk është marramend çysh mendojnë njerëzit që fitojmë na, se ka shumë shpenzime. Nafta, shtrejtimi janë këto pjesë tjera që përcillen. Maqineria shumë e shtrejt, që pa ty nuk mund punon, nuk e zhvillon këtë aktivitet kur qyshish. Normalisht. Fitim, e përmende që fillimi ka qenë shumë i zorshëm. Sot ka me investu në fillim nëse të kujtohet? Po 11 lep që i kom blevish, për me startu, domethënë rreth 20.000. Po tash është dyfishu 1.000 lupës, me kuhen e kur i kom blev në 2020, tash është 3.000 lupë. Tash me investu në lep është, që me hon punon të në vitin, me 5 lep që kënë këtë fitimi që ke punu gjithë vitin. Po do të dënë me shtu numrin e... Me shtu numrin, do të gjithmonë për lëve tua me nëzirë mi për 3 lept. Për ndryshe me blej nuk është që ka lëverdi, do më dhënë kjo varpunë. është shumë e shtrajt. Mund është 1-2, se për ndryshe ma shumë së një përballën. So kërë lëp i ke momentalisht? Qëtash jenë 32 kërë lëp. Këtë do mund që jenë bo për lëve tuna. Do më dhënë i keni shumë. Në fillim the që e kënis me 11. Me 11 e këna njësë. Për 11 dhe i ke bot 32. Në më bjen që thoja e këtë dëfishu numrin e lëpë. Goti, po është ashtu 2 fesh, goti si 3 fesh i goti. Goti si 3 fesh, perfekt. Do më thonë kjo kallëzën që kjo punë për ty po ka sukses, deri tash Mirë, ka sukses, ka angazhim, punë e rëndë është punë e lidht, me nxez mbrëmje gjithmonë te ty. Është punë pa pushim. Feks. Sa ora vjen më u çun mëngjes? Si që nis ditën? Në 5:30 gjithë për ditë. Deri kur? Deri mbrëmje në 8, ndodh që edhe mas orarit lëve dal hapet në ora. Ndodh që 10-11 do 12 që më nxen me traktor në ora. Shpesh herë kemi pasur që fermerët cilët merren me kultivim të lopëve, nuk e prekin këtë pjesën e orave që po thotë, domethënë e marrin zakonisht materialin e ushqyes të gatshëm. Ti përndryshe po i bën të dyjat. So e lodhshme, so sfiduese është kjo. Është e lodhshme, sfiduese, po kur ki vullnet, gjithçka ka luhet. Normal. Se është angazhim i madh. Edhe te lop tash më mëngjes do më çum 5:30 me kry mbrana firmës punë. Edhe me mor traktorin me dojnë në ora apet. Që të kallëzuat ndodh që apet mas orari 2, apet në ora gjithë. Kush po të ndihmon? Ku po gjen për krahë? Brana firmës janë veç vetë, e kështu në për ora është edhe boba që më ndihmon. Përgjithësisht ndihmon veç dy. Përveç familjes nuk është dikush tjetër që e merr në punëtor ose diçka. Këtë me makineri që e kena investuar në makineri, na ka letu puna. Normal. Se për ndryshe na se si shumë kon këtë punë, nëse s'ke shumë investuar në makinë. Çfarë mjetë ke, çfarë kapacitetesh? Kom për traktorave kom 2 maj, këtu, qipeshe, edhe këtë mjetet për cilëse që janë për mbjellje, për përgatitjen e tokës e këtu këtë i kam aty. Kryesisht ka vynë, se ka shumë që si janë, po kryesisht ka na mundja me punu. Normalisht, ato që ka tu ka ndash ty, që ato i ki. Që ato i kena investuar, se s'kem pas qare, për me punu, nuk kena mundja rësh. Prej këtyre lopëve që i ki momentalisht, sa litra qumsht të nxerr? Në ditje. Në ditë, po, sigurisht. Për moment jam 300-350 litra për edhe në ditur. Se gjithmonë mirë është se ka në thaurje që hinë, ka që lindin, nuk ka gjithmonë që mund nxen këtë në prodhim për me një herë. Domethënë duhet me u kujdes edhe për këtë pjesë që mos mu mshel shumë burime. Çashtu. Po mirë është, domethënë si për këtu të na mirë është.
A është e levërdishme kjo punë? A fiton shumë prej shitjes qumshit mandej? Se e di që fermerët zakonisht nuk kanë anku në që drejtem. E mirë është, por nuk fiton sa menojnë tjertë. Na që bojmë këtë punë, na e dim sa fitojnë, për shembull. Se na i dim shpenzimet tona, e dim sa na shkon nafte, shumë e sa në tjera. Po dikush nuk i bën mend ato, veç vjen vetë këtu sto ki prodhim ditur na shti. I thu 300 litra dhe ti kalkulon sanet kë. U po çurak që Po sa që nuk dal as në ora, as nuk blej, as nuk ato janë normal. Nuk është gjithçka e gatshme. Nuk është gjithçka e gatshme, jo, nuk është gjithçka e gatshme. Ta na kushtojnë për marrë deri te prodhimi i qumshit. Fitim prej komunës, a keni përkrahje? Po kemi komunës diku 8 cent na ka premtuar kryetari, drejtori i bujqësisë është Selim Aslani. Po. Na kanë nënshkruar tash për këtë vit i veç fillojna me marr. Është një përkrahje e mirë për neve. 8 cent janë shumë, po kur e këshyr në litër mandej. Nuk shumë, po në litër bëhet ball. Bëhet ball. Se litrat bëhen shumë gjatë muajit, gjatë vitit. Normalisht. Për një vendim me modhe. Të paktën diçka për shpenzimeve me po mirë, mos më konë që ndihma e komunës e ministrisë na probleme me mbjetu. No, normal. Për një vendim me modhe. Ose do pak rritet që më. Po. Pak aty. Pak aty bëhet ball. Perfekt. Çto janë lopë që i ke shtu? Po këto janë treja që kena shtu për lopëve tona. Për mi për 3 gjenerotën kurtesë. Që kena rrit për mishtin prodhim. Po më intereson qysh i mjelni, se koqan shumë lopë, me mjel ashtu me dur që shokon tradit për para. Jo, me dur tradit për para, 1-2 ke unë një mjel, kjo numër i madhe, ke mjetët, ato masinat mjel që i kemë. Ta që ndollë sistemat e mbyllë, po dhe t'i vjerani pak s'po bon të në. Se da i ka gjatë një varqëmimi sërajt, dhe dhëtë me edhe ato, për mja gjetu vetës, me kriju kushte vetës, që me pos ma letna, edhe me pos vullnet. Po është që krahas lopëve, po shumë edhe shumë kohë vështira, po është një mocë se t'jen alë? Po mocët na, i kërë dikun 7 moca. Edhe qenë kish ka gja shumë. Na jemi më të si familje me kofsh këtë i dojnë a fërtë. Do më pa e dosht këtë punë nuk mund është edhe me se të dhe mund, jo këto, dhe se të dhe mund dhe të me desh me bo mirë. Normal. Po këto dhe të me desh ma shumë se kjo është ljubë, kjo dhe të me kuptu në avet qa pëdën. Po. Këshilli ju kësha dhonë atyne që janë... Jo kësha thonë që të me koj vendest, se nuk ka punë që i hin edhe e len. Se kjo kushtën, kjo 3.000 euro, se 10 cila bujnë 30.000 euro. Është humbje modhë nëse hin, hajtë se po hipe provej dhe po dalë pisoj. Po me koj vendest, me kriju kushte vetës, edhe me investu maqineri që ka dhua për me punu, me pos vullnet, edhe mos më ljohë. Se mu pa ljohë s'mon esh, po bile mos më ljohë shumë. Të pakten një pjesë punës me e. Punë e mirë është, ka argjime, ka tëna, po me konë që dy me punu e jetës, punë e jetës. E përmende maqinerin, sa mundet me kushtu fitem prafërsisht, po flasim me nis, me i blej krejt mirët cilat i kiti momentalisht. Prafërsisht normal. Unë 2 vite kom blej rrëth 100.000 euro mjete. Me traktura me mjetët për qitë. Vesh mjete. Pa i të këtu ljë për këtu vnena për shambu. Vesh mjete, për mi kriju kushte vetës. Dhe mund të jepe mikserin, a i ka kushtu në 1.200 euro vishaj mikser. Po është ushime shumë i mirë për ljë për prodhim, për tretja që e kam për ljë këtë tënë. Tani, normalisht edhe produkti fundit qumshti del ma kualitativ. Qumshti është shumë e mirë. Se na përdyrëm silazhin, rotabollin e lakt, edhe silazhi i borit është që i thujmë. Do më peq që kom bërë rotabollin e lakt, unë e kom prodhimin shumë ma mirë. Edhe si pjesë taut e kemë shumë kofsh, këtë kofshtët. Do thonë, në të naont me gjithë një mënyrë që me fitu sa ma mirë, edhe me dojnë normalisht... Po se ljo pak unë e vërshim, taut dhe mja kombinu të rijat. Kur po i përmendim traktorat edhe mjetet e punës, ato nuk funksionojnë pa naftë. Si vjetë nafti, këgja shumë të lasë nga ka bo. Shumë ka nafti, si vjetë kena pënu e, jena konë të nashish me dollë 0-0 në mujt. Se ju me fitu, me mbjetu ka në esenca. Tash një traktorin zën rrët 200 litra naftë, gjithë ditën me punu, gati, vish një rezervora e harxhen. Tash kur të fillojnë miellat, rreth 20 hektar misër i kena miell, ai ka pas një 2 orë ditë nuk ushqim, ka pas punë rregullisht me përgatitje me tana, ta i kushton fora, plerimi aty tana po bë. Po kryesisht nafta neve fermerëve na shumë na kushton. A ke mujt me bënë far llogarie çfarë domi ta ka shkaktuar në bazë vjetore shtrejtimi i naftit si vjet? S'kom llogari shumë bazë për ka shumë. Ka shumë. Çfarë dëmton që na shi vin 5-6 muaj ose që me morë vetën mu kfill ku e konë. Me ardhë përsërin që atë nivelin? Me ardhë përsërin atë nivelin me konë stabil pak me torna që mos me mit kesh. Se kur po vje ky shtrejtim na jem të knash me dolli 0-0, me mbjetua fjolla. Mos me na ur puna mi qit.
Ta ajo që për juve është më adhemshmja. Më adhemshmja është e funit do që s'kem kam jamoj, domethënë zgjidhja e funit do, po inshallah nuk i vjen aja ditë kërkuj, as mua s'kërkuj. Inshallah ton punojmë. Inshallah është të shpresojnë edhe na. A ke menduar ndonjëherë kur e ke lënë, kur ja ke nis me e lënë, se e përmend edhe ti që do të mjaftit vetë disa kushte. Po e fiks Po, ashtu. a ke menduar ti ndonjëherë me hek dorë për kësaj pune? Jo s'ko menu. Na shtikën e herë në fillim më konë shqimi i dëpt. Se kur nisë dhe lufta në atë pjesën e Ukrajinës, na jena konë këtë shumë kesh. Po atë s'ku menu më të rezu, e kom llogarit, na shtikën një vjetë me punu dzerë, vish mës me morë mishit. Se mishit i shet, po tani mi blesh tjerë. Po mirë apet kur në rrugë qeveria, erë qëmimi ma i mirë, e që me honu këfillëm, e morën vetën. Subvencionimi i shtetit është shumë i mirë. 300 euro është 304 euro për grur, 329 për misër. Na kryesisht të dyja i millën për them që na vjen. Çka jo vjen juve? Është shumë mirë, 7 cent është për krohja për litër pastërti. Ato e nxojmë rregullisht, unë e nxoj për vetë, ti është nuk e di, po për mua bëll. A ki probleme me qumshtin mandej, me rujt deri sot vjen koha me dhonës a? Jo, se kemë dhumën e qumshtit, i kemë këta frizat, i kemë krejt, tash i shumë më aty. Po patjetër. Këtë atë pjesën e kemë, nuk pas problem kur, më këtu qumshtyra që është i presht ose së ftuar ose së rujt, s'kum pas problem kur dhe i sëd. Okej. A na shkojmë me këshyre më atë pjesë? Po mëre. A na shkojmë me këshyre? Po na fitem çka është kjo. Mund të marr vesh kur gjoj shpedit. Kjo është më qumshtit ku bëhet rujtja e qumshtit. Ku do këta frizë, edhe ajo është me litra më të vogla. Po. Çdo 2 ditë qumshtyra vjen e merr, këto ruhet, ftohet, edhe bën përzimin gjithmonë që mos më kriju atë edhe pastërtinë do të më mojt. Po vrejet që është goxha e Po e bëjmë do marr rujtjen e qumshtit. Okej. Sa është kapaciteti i kësaj? Ky është 815 litra, është 270. Për 2 ditë? Për 2 ditë gati është. Perfekt. Pa pas që ta, puna tani është? Jo, pa pas që ta, unë me ka shumë kërë së më punoj. Se është problem me rujtë gjithë të litra. Normalisht. Dhe kjo, do më thonë, të animon ty bajage se shumë? Shumë animon. Do më pa të së në zhvillon këtë farë aktiviteti. Me shpërqef të animon. Me shpërqef nëse dhe në 3 gade lëp me mojtë po, se janë litra shumë, pa që të kushte, ka mirë ma mirë, po, do më thonë për që të kushte mirë është. Për që të kapacitet cilin jetë? Për që të kapacitet është mjaftën. A mënën me rrit kapacitetin halo? Jo. Me qef këm, po fuqia pëntore të kalëzohë në vish vetje me në firme, në për ore me bobën, është pa problem. Ose mi pos kushet ma të mira në firmë, ma letë, pse jo, prodhime ma i mirë, kërër ma shumë. Njerë për njerë do me vazhdo me qëtë kapacitet. Njerë për njerë me qëtë kapacitet, mirë është. A është e mjaftueshëm fitimi që e merë për ty, për familjen tonë? Po besoj që edhe krye familjarë? Po, mjaftueshëm. Për familje që është për një jetë mirë, është super. Jashtë luksit. Jashtë luksit. Sa me shku në detin jera. Po, ja, mua në kuzaj, me mujtë ma shumë e bo, pse jo? Po, normal, e mira s'ka s'ka. Po, me mujtë familje, me jetu një jetë normale, është super. Unë e përmena detin e tash të bisedu me ty. Sa vështirë është me zhvillu pushime, të e di që je njëre kryesor këto. Së në zhvillu heq, se s'ka ku shumë zëvëndzen. Po, të mon lidhë. Të lidhë të mon. Për që ta shumë vetës së ne përbalujnë këtë punë. Se që me honë së ndeljas për shpije. Me kovet i dyti që e dhe punën njëjtë, delë të po është i dyti, unë jam vish vetë. Unë e dalë për s'këm kënë e lopën opa, ljupa nuk e kohë e s'pe 1020, Po, normal. Më dhe një farë mënyrë edhe pse je shef i vetës, nuk je pushim vetet. Jo, pe dënoj vetën punë. Deri në pensionim, a? Deri në pensionim që është, sot mujna kena me punu, sot punë është neda. Inshallah zgjatë shumë, inshallah për krejt. Shumë suksese. O të falenderoj shumë që ndojtë e këtë informacione me neve. Falenderoj dhe juve, është të klasia dhe jamja. Respekte.